Besimtarët Bektashin festojnë ditën e Ashures, një ditë e veçantë që përkujton 72 të rënët në tokën e Qerbelas. Dita e Ashures është e rëndësishme për nga vlera shpirtërore që simbolizon dhe atmosfera vëllazërore që sjell. Po në këtë ditë ka rënë dëshmor në vendin e Qerbelas, nipi i profetit Imam Huseini, që u rrethua në shkretëtirën e Qerbelas nga një ushtri agresore, ku së bashku me 72 shokët e tij u martirizua. Ah Hüseyin, Shah Hüseyin, mürvet ya Hüseyin, el medet ya Hüseyin. Me qindra besimtar kanë kryer vizita në teqen e Melçanit, ku kanë uruar Dervish Hasan Proko në këtë festë të rëndësishme të besimit Bektashi. Sot ne kemi Hashuren, që bëhet për nder të dëshmorëve të Qerbelas, për nder të Imam Huseinit, i cili ra dëshmor në fushën e Qerbelas për të vendosur paqe dhe drejtësi në gjithë njerëzinë. Vini gjithmonë këtu në teqen e Melçanit? Vim gjithmonë, jo në teqen e Melçanit, por në gjitha teqet bektashane kur është dita e Ashures. Unë sot kam ardhur këtu për të premtuar Ashuren e kësaj vendi të bekuar dhe në bazë të kësaj dite sot të shënuar, uroj gjithë pjesëmarrësit dhe gjithë qytetarët kudo që janë, mbarësi, shëndet dhe të mira në këtë jetë. Sot festojmë ditën e Ashureve. Ju uroj të gjithëve një ditë të mirë dhe të bukur. Dita e Ashures është dita e fundit e matemit. Festa kremtohet ditën e 10 të tij. Kjo periudhë kohore nënkupton për besimtarët Bektashin zi, në kujtim të rënëve të Qerbelas. Pas vizitave dhe urimeve të rastit, besimtarët kanë marrë pjesë edhe në drekën e shtruar në teqen e Melçanit.